Kush është Mossad, skuadra sekrete vdekjeprurse izraelite? 11 maj i vitit 1960, duke si një ditë krejt normale për Ricardo Clements. A jetonte në Argjentinë dhe pjesën më të madhe të ditës e kalonte në punën e tij duke punuar për Mercedes-Benz në Buenos Aires. Siç ishte rutina e tij e zakonshme, Ricardo hipi në një autobus çdo mbrëmje me dëshirën për të kthyer tek gruaja dhe fëmijët e tij. Për fat të keq, atë ditë ai humbi autobusin e tij të zakonshëm dhe u vonua 1 orë e gjysmë. Menzi tim nisi të ecte në trotuar për në shtëpi. Papritur, një burr u shfaq nga askund, duke thirrur atë në spanjisht. Ricardo nuk e kishte idenë se çfarë donte dhe nuk donte të priste ta zbulonte. Por, para se ai të mund shpejtonte më shumë, 2 burra u shfaqën para tij. Nuk kishte asnjë rrugdalje. Të 3 burrat e hodhën Ricardo në tokë dhe shpejt e hodhën në pjesën e pasme të një makine. Brenda pak minutash, ai ishte i lidhur dhe me gojë të mbyllur. Makina u largua me shpejtësi, duke shkuar në një shtëpi të sigurt aty pranë. Tani, përpara se të ndihesh keq për antarin ton të familjes Ricardo, ky nuk ishte identiteti i tij i vërtet. Ricardo Clement ishte një emër i rem i dhënë një burri të quajtur Adolf Eichmann, si një pseudonim, arkitekti i Holokaustit. Po, shitsi ynë modesti makinave, me një grua dhe fëmijë, ishte në të vërtet njeriu që qëndronte pas disa prej krimeve më të këqija, të kryera nga Gjermania në luftën e dytë botërore. Dhe tani, ai ishte në duart të agjencisë më sekrete të inteligjencës në botë, Mossad. Mendoni për Mossadin si versioni izraelit të CIA-s. Përveç se ata janë më të vegjël, më të shkathët, më të fshehtë dhe shumë më të pamëshirshëm, që nga lufta e dytë botërore, Izraeli ka kryer mbi 2700 operacione, duke përfshirë rëmbime, torturime, vjedhje të sekreteve dhe shumë më shumë. Mossad ka vrarë kaq shumë njerëz gjatë viteve, saqë ata madje kishin faqen e tyre në Wikipedia, të quajtur Lista e vrasjeve izraelite. Dhe në atë ditë të vitit 1960, Mossad sapo kapi me sukses gjermanin më të kërkuar në botë në arkun kohor për 10 minutash. Me njerë pas luftës, Adolf Eichmann u kap nga SBA, por shpejt u aratiz dhe iku në Argjentinë. 5 vjet më vonë, raportet filluan të dalin në pas se ai fshihej në Argjentinë me një identitet të rem. Pas muajsh vëzhgimi dhe kërkimi, u konfirmua. Ricardo Clement, një punonjës i zakonshëm i Mercedes-Benz, ishte një nga më të kërkuarit e Mossadit. U dha urdhër që ta kthenin në Izrael. Ekipi prej 8 antarësh i Mossadit e mbajti Eichmann për javë të tëra. Ai kishte bërë të njëjtin gabim që bënin të gjithë kur mendonin se ishin rahat. U fut në një rutinë, nisej për në punë në të njëjtën orë çdo ditë, kthehej në shtëpi në të njëjtën orë çdo ditë dhe përdorte saktësisht të njëjtin autobus. Në 11 maj, misioni pothuajse ishte ndërprerë kur ai u shfaq në autobusin e tij të zakonshëm, por pak durimi ishte gjithçka që u duhej, dhe së shpejti ata vunë re objektivin e tyre. I lidhur dhe me gojë të mbyllur, Eichmann u dërgua në një shtëpi të sigurt të Mossad, ku mor në pyetje për 9 ditë, për të siguruar që ata kishin burrin e duhur. Në vitet 50, nuk ishte njohje të fytyrës, kështu që e vetmja mënyrë për të ditur se kishin djalin e duhur, ishte që ai të rrëfente atë që bëri. E vetmja gjë që mbete ishte ta kthenin përsëri në Izrael. 8 agjentët izraelitë e veshën atë si një stjuardes izraelit. E futën në klasin e parë, i futën qetësues dhe e lanë si një punonjës të sëmur. Kur mbriti në Izrael, ai u dërgua direkt në gjyq, ku dëshmuan më shumë se 100 prej viktimave dhe dëshmitarëve të tij. Adolf Eichmann u ekzekutua duke u varur në vitin 1962. Ky ishte suksesi i parë i madh operacional i Mossad. Agjencia është e qetësuar paksa dhe tani ishte jashtë duke kërkuar për gjak. Kjo është Mossad, agjencia më e egër e spionazhit në botë. Sot, Izraeli mbështetet nga SBA, të cilat i furnizojnë me armë, teknologji ushtarake, avion dhe miliarda dollarë ndihmë ushtarake çdo vit. Pra, edhe pse ushtria është e vogël, ajo është një nga më të fortat në lindjen e mesme. Por shumë kohë më parë, në vitet 50, kur kombi sapo po fillonte të qëndronte në këmbët e veta, nuk ishin kaq të avancuar dhe kishte nevojë për një mënyrë për të zbuluar dhe eliminuar kërcënimet shpejt dhe neshtje. Vjen Mossad, Agjencia Kombëtare e Inteligjencës së Izraelit, dhe një nga 3 organizatat në komunitetin e inteligjencës izraelite, duke ndarë hapësirën me Aman,
inteligjencën ushtarake të Izraelit dhe Shin Bet për sigurinë e brendshme. Dhe gjithë këto tre agjenci shpesh bashkëpunojnë në misione. Askush nuk ka kaluar aq shumë për sukseset dhe dështimet e tyre sa Mossad. Një nga fokuset kryesore të Mossadit është mbledhja e inteligjencës për një kërcënim shumë afër vendit të tyre, palestinezët. Ka pasur 10 rasulme gjatë viteve, por asnjëra aq e keqe sa masakra e lojrave olimpike të Miniut në 1972. Një grup militantësh palestinez, të njohur si Shtatori i Zi, sulmuan atletët e trajnerët izraelitë që merrnin pjesë në lojra. U vranë 11 pengje së bashku me disa palestinezë. Qeveria gjermane filloi hetimin, por kjo nuk mjaftoi për Izraelin. Në vend të kësaj, Mossad krijoi një skuadër të posaçme në emrin e koduar Operacioni Wrath of God. Misioni i tyre të gjejnë dhe eliminojnë çdo që ishte i përfshirë në sulmin direkt ose indirekt. Gjatë vitit të ardhshëm, agentët e Mossadit vran pothuajse çdo të mbetur nga palestinezët në Shtatorin e Zi. Ata ishin aq të hetur prakmarrje, saqë vranë edhe një kamarier të pafajshëm maroken në Norvegji, duke ngatëruar me një emër tjetër në listën e tyre të vrasjeve. Ju mendoni se Mossad do të ngadalësohej pasi të vriste një njeri të pafajshëm, por ata nuk e bën. Ata ishin aty për të eliminuar armiqtë e tyre dhe ndonjëherë dëmi kolateral është vetëm një pjesë e lojës, kështu që Mossad u bë edhe më famkeq. Ai sa një agjenci izraelite gazetarie, e quajtur Jerusalem Post, raportoi për operacionin Wrath of God, vite më vonë si një sukses masiv, duke mos përmendur as që Mossad kishte bërë një gabim. Kjo ndikoi keq për reputacionin e Mossadit në Izrael. Ata u bën famkeq për sukseset dhe aftësitë e tyre, dhe gabimet dhe dështimet e tyre të zhdukura shpesh si rreziqe të punës, që nga viti 2004, Mossad ishte ngarkuar me sabotimin e programit të armëve bërthamore të Iranit. Sipas inteligjencës izraelite, Irani po punonte në një program të fshehtë për të zhvilluar një kokë bërthamore mjaft të vogël për të vendosur mbi raketat e tyre me rrezet të gjatë. Pra, që nga viti 2007, Mossadi kishte vrarë generalin iranian përgjegjës për zhvillimet raketore, 6 anëtar të ekipit të tij, së bashku me 5 shkencëtar iranian bërthamor. Por njëri vazhdonte të shpëtonte zotërimit të Mossadit, veçanërisht Rosade, babai të programit bërthamor të Iranit. Mossadi kishte përdorur një sër teknikash të ndryshme për atentatet e tjera: elm, një bombë në distancë, e ngjitur në një motorciklet që hipte pranë objektivit, në një motorciklet, më pas gjuajtja përmes dritares, ose vendosja një bombe ngjitëse në makinë. Por planifikimi për to ishte tepër kompleks dhe tepër i rrezikshëm. Kjo çoi në kapjen dhe ekzekutimin e atentatorëve. Kështu që këtë herë Mossad do të provonte diçka të re. Një mitraloz të telekomanduar të fshehur në pjesën e pasme të një kamioni të padyshim. E dëgjuat mirë. Diçka e tillë nuk ishte provuar kur më parë nga ata, por për shkak të rrethanave, plani u miratua nga Izraeli dhe SBA. Së pari, ata duhet të kuptonin se si ta vendosnin armën në vend. Arma e zgjedhur ishte një version i modifikuar i mitralozit FN Mag, i lidhur me një robot, forca të blinduara, kamera, disi ngjashëm si mitraloz roboti tipit Rex Sentinel 20. Por në përgjithësi, sistemi peshonte rreth 1 ton. Kështu që duhet të shmontohej dhe të futej kontraband në Iran në pjesë. Arma u montua në një model kamioni të zakonshëm në Iran, dhe roboti ishte pajisur me njohjen e fytyrës dhe software për të përllogaritur si zmbrapsjen e armës, ashtu edhe vonesën prej 1/6 sekondash në furnizimin me video. Kamioni ishte montuar me eksploziv për të shpërthyer pasi të kryej puna për të shkatëruar provat. Dhe pastaj loja filloi. E premte, 27 nëntor 2020. Fat Rosati nisi udhëtimin e tij me bashorte në makinë, i shoqëruar nga një autokolon e blinduar. Megjithatë, makina e tij nuk ishte e blinduar. Ai kishte marrë një paralajmërim për një atentat të mundshëm ndaj tij atë ditë, por ai zgjodhi ta shpërfillte. Kamioni me automatik me telekomand u vendos përgjatë rrugës së tyre. Sapo autokolona hyri në zonë, mitralozi telekomanduar qelloi në të paktën 3 breshëri dhe në më pak se 60 sekonda, shpikësi i programit bërthamor të Iranit u vra dhe kamioni shpërtheu. Fatkeqësisht, eksplozivet nuk e shkatruan plotësisht sistemin e armës dhe iranianët morën provat. Nëse nuk do të ishte për këtë, bota mund të mos e dinte kurrë se sa kishte avancuar Mossad me punën e tyre. Edhe pse Mossad supozohet të jetë një agjenci inteligjence, me kalimin e viteve, është kthyer në një agjenci ekzekutimi dhe ata janë bërë mjeshtër në zanatin e tyre. Tani, sa herë që një emër del për eliminim, agjentët e dinë saktësisht se çfarë të bëjnë. E çojnë te kryeministri. Sapo ai dhe ministrat e tjerë të lartë të vendosin nëse ja vlen të ndiqet objektivi,
Lëshohet urdhri vrasjes dhe më pas është koha për të organizuar një takim midis objektivit dhe Zotit. Ndërsa spionët e tjerë përdorin pasaporta false dhe vrasin antar të Hamasit, lëvizjes së rezistencës Palestinës në vende si Dubai apo Tunizia, ose ndjekin shkencëtarët bërthamor iranian në emër të mbrojtjes Izraelit, agentët e Mossadit janë ekspertë në vrasjen e njerëzve dhe zhdukjen menjëherë pas kësaj. Dhe sa herë që bëhet fjalë për një tjetër goditje të suksesshme, gjithnjë më shumë qytetarë izraelit nxitojnë t'i bashkohen agjencisë. Ky fakt, pra, mbështetja drejt për drejt e izraelitëve për vrasjet e Mossadit, është një nga faktorët më të mëdhenj që e dallon agjencinë nga të gjithë të tjerët. Ndryshe nga agjencitë si CIA dhe MI6, spionët izraelit nuk e kanë luksin të printojnë pasaporta të reja, sa herë që u duhen të nisen për një mision të ri. Pasaportat amerikane dhe britanike janë të forta dhe të pranuara në shumicën e vendeve, ndërsa izraelitët dyshojnë pothuajse kudo që shkojnë. Zgjidhja e tyre përdorin pasaportën e shtetasve të vërtet izraelit me nënshtetësi të dyfisht nga gjithë bota. Kjo është mënyra se si ekipet e Mossadit mund të hynin në Dubai dhe territoret të tjera, jo armiqësore pa u vënë re. Ata gjejnë një izraelit të gatshëm që ka shtetësi të dyfisht dhe pasaportë nga diku si Gjermania apo Amerika. Ata marrin hua pasaportën e tyre, përfundojnë misionin dhe ja kthejnë pa bërë zë pasaportën të Zotit, dhe nuk do as pak me forcë. Izraelitët japin vullnetarisht pasaportat e tyre rregullisht. Dhe kjo nuk është e gjitha. Në të gjithë botën, çdo burr, grua, student ose punëtor i përgjithshëm hebre ose izraelit mund të bëhet ajo që ata e quajnë tsajon, një ndihmës. Tsajonët janë asetet e papaguara të Mossadit që përdoren për të transmetuar mesazhe, për të transportuar armë ose për të lehtësuar jetën e agjentëve të Mossad në të gjithë botën. Vetëm në Amerikë ka rreth 16.000 prej këtyre tsajonëve që presin më një anë sa herë që një agent i Mossadit ka nevojë për ndihmë. Kjo mund të jetë marrja me qera e një makine, lënia për të përdorur pronën e tyre për një kohë, apo edhe thjesht të qenë dëshmimtar ose alibi për të nxjerrë agjentët e Mossadit nga telashet. A është ky një lloj patriotizmi dhe vullneti për të vënë jetën e tyre në linjë për bashkëdhetarët e tyre që lejon Mossad, një nga agjencitë më të vogla të inteligjencës në botë, të bëhet një nga më të frikshmet në botë? Ne kemi një dokumentar ekskluziv që do të dalë së shpejti, që do të jetë i disponueshëm vetëm për anëtarët e këtij kanali, dhe ju mund të bashkoheni që tani duke klikuar butonin subscribe. Ne publikojmë dokumentar të rinj çdo ditë për gjërat që janë shumë të diskutueshme për t'i postuar publikisht. Ato gjëra nuk do t'ju mësojnë kur në shkollën apo në rrethin tuaj. Nëse mendoni se ja vlen, bëni subscribe dhe unë ju premtoj që nuk do të zhgënjeni, por do të prisim me padurim video. Dëgjohemi në videon tjetër.